Nxënësit që janë përdorues arrin shumicën e rasteve të influencojnë edhe nxënësit e tjerë. Marrë në shkollë nuk besoj se mund të përdorin thjesht për frikë, por jashtë edhe në ambiente të tjera publike shikohen njerëz të moshave edhe të temin se përdorin. Vjetër që gjithë një më shumë nxënësit që po mirën me lëndë narkotike apo edhe me armët të ftohta, sa do të vogla janë ata, janë kërcishën nga shkollat nënveçare dhe kjo si rezultat se personat më të mëdhenj në moshë të rrjeqin ato jo vetëm për t'i marrë në rrethin e tyre, por edhe për t'i përdorur për të kryer punë nga më të ndryshme që ata mendojnë se po t'i krynin vetë do binin prej organeve të ndryshme dhe shfrytëzojnë këta persona. Më shumë se 15.000 rënë, 7 autorë të arrestuar, njëri prej të cilëve grua, si dhe gjetje të kultivuesve të bimëve narkotike. Ky është bilanci me të cilin duket se policia e Pugës po e mbyll edhe sezonin e drogës këtu në rrethin e Pugës, i cili duket se ka qenë një sezon i suksesshëm për policinë, por fatkeq për kultivuesit, të cilët duket se nuk u ka shpëtuar asnjë nga rrënjtë e bimëve narkotike, të cilët kishin zgjedhur t'i mbyllin pikërisht këtu në territorin e rrethit të Pugës, por pamundur që t'i shkulin sërish ata. Bilanci kultivimit të drogës në rrethin e Pugës gjatë vitit të kaluar ishte vërtet në shifra të frikshme. Çfarë krah zbulimit nga ana e policisë, dyshohet se të tjera parcela arritën të korrëshin nga kultivuesit e tyre, të cilët një pjesë të këtij prodhimi e përdorin më pas për shpërndarje edhe në rrethin e Pugës. Prej kohësh në Nxë të gjithë ngren shqetësimin për kërcënimin e të rinjve nga droga, edhe në rrethin tonë, ndërkohë që realiteti duket se po shkon drejt të frikshmes. Të është quajturit trafikantë të vegjël që veprojnë edhe këtu në qytetin e Pugës, po synojnë kryesisht nxënësit e shkollave, ndërkohë që të më të ekspozuarit ndaj këtij fenomeni, kryesisht në qytetin e Pugës, janë nxënësit konviktor. Shkollat ata të cilët duket se janë më të prekurat dhe më të rrezikuara ndaj fenomenit të përdorimit të drogave të lehta, duket se janë dhe më të ekspozuarat ndaj këtij fenomeni, ngren shqetësimin e tyre ashtu siç e kanë ngritur. Ndonse drejtorët e shkollave nuk flasin hapur lidhur me fenomenin e përdorimit të drogave të lehta në shkollat e tyre, nxënësit janë ata të cilët ndjehen të kërcënuar nga ky fenomen dhe hapur e shprehin atë që ndjejnë lidhur me fenomenin dhe rrezikun që u kanoset nga përdorimi i drogave të lehta. Unë bashkë me drejtorët e shkollave në 2 takimet e fundit ja kam kërkuar me forcë që ndaj këtij fenomeni të merren masa të mëhershme dhe nxënësit të jenë në kontakt vazhdueshëm me gjitha problematikat që kanë për shkollën lidhur me këtë fenomen. Ajo që më shqetëson është se që në të ardhmen të gjithë faktorët në për shkolla të bashkëpunojnë që nxënësit të rrinë larg drogave, nxënësit të jenë të përkushtuar në mësim, nxënësit në gjatë periudhës së shkollës dhe pas daljes së tyre nga shkolla të jenë të monitoruar ndaj këtij fenomeni dhe besoj se me gjithë faktorët, qoftë me policinë, qoftë me faktorët lokal, qoftë me drejtorët e mësuesve dhe drejtorët, qoftë edhe me prindërit, po edhe me bashkëpunimin mes nxënësve dhe sidomos në shkollat e mesme, sa aty është frika më e madhe e përdoruesve të këtyre, kam shpresë dhe kam besim se ky fenomen do luftohet fort dhe nuk do të jetë problem për rrethin e Pugës. Në këtë kuadër kemi organizuar dhe një takim mësues bashkë me shefin e komisariatit të policisë, i cili ka qenë mjaft i dobishëm, dhe kemi në planet tona përsërisje edhe specialist të komisariatit të drogave, domethënë bëjmë takime e biseda me nxënësit. Neve po bashkëpunojmë me prindërit dhe me eksponentë caktuar që ti nëgjësojmë të gjithë nxënësit se sa problem është përdorimi i narkotikëve, pavarësisht se çfarë lloji doze. Vërejmë se fëmijët nuk kontrollohen për orë të tëra nga prindërit dhe prindi nuk e din se ku ka fëmijën e tij. Dhe mendoj se kjo është edhe ajo pjesa më delikate ku fëmia është larg të ndjekurit nga ana e prindit dhe atëherë ai është i rrezikuar. Mendoj se është ndoshta edhe me moshat më të rritura ndikojnë negativisht dhe mund të shoqërojnë ose mund të
hynë fryma negative për përdorimin e këtyre lëndëve kaq të dëmshme? Përdorimi i drogës me sa diun nuk është që është tepër i shumë, por ama përdoret. Mund të them që shumë nxënës gjejnë strehim tek drogat e lehta për të kaluar probleme dhe për të bërë gjëra ndoshta që nuk duhen bërë, por pavarësisht se nxënësit nuk e përdorin shumë në shkollën tonë, në ditët e sotme ajo po zhvillohet shumë dhe po përdoret jashtë rrethave të shkollës. Unë mendoj se ky është një problem që përkatësisht është tek të gjitha moshat nga klasa 6 dhe sipër më shumë, është një problem shumë shqetësues. Sigurisht që droga mbetet një problem mjaft shqetësues i shoqërisë dhe për mendimin tim parandalimi vetëm për drogës është ndërgjegjësimi i vetë atyre personave që përdorin drogën. Atëherë, nga informacionet që kemi të paktën nga ambientet jashtë shkollës, ka rezultuar se droga që është e vërteta trafikohet në Puk. Po të rinjt brenda shkollës, brenda ambienteve të shkollës nuk janë, kurse jashtë duke nisur që nga moshat shumë të vogla, 13 dhe duke vazhduar më pas deri në moshën 30 vjeçare, rezultojnë se droga trafikohet. Sa të kërcënuar janë të rinjt realisht nga përdorimi i drogave dhe këtu në qytetin e Pukës? Realisht janë shumë të kërcënuar, pasi droga po përdoret më së shumti nga të rriturit dhe po u përcillet edhe të rinjve normalisht. Trafikantët janë ata që i rrezikojnë këta të rinj për të nisur një substancë të tillë që shkatërron një jetë. Por mendoj që të rinjtë e sotëm po shkollohen mjaftueshëm dhe po mësohen që droga duhet eliminohet. Në këtë mënyrë, ata duhet që të heqin dorë dhe më së miri t'i përkushtojnë shkollës dhe të përqendrohen në atë çka duhet për jetën e tyre që të jetë e përsosur. Nga jo çfarë diskutoni ju me bashkëmoshatarët tuaj, ka shpërndarës të drogës në qytetin e Pukës? Në qytetin e Pukës ka shpërndarës të drogës, në shkolla nuk përdoret normalisht, por është shumë e rrezikshme që ka shumë rrezik që ata ta nisin drogën nga këta trafikantë që janë në qytet. Askush nuk ka guxim të thotë hapur atë çfarë po i kanoset shoqërisë dhe kryesisht të rinjve pukian. Fenomen ky i cili pranohet dhe nga policia, e cila e njeh shqetësimin, por jo për masat e tij. Kreu i Komisariatit të Pukës, Hamdi Shullani, duket se ka hapur luftë për përdorimin të drogës, por a do ja dalë? Këtë vetëm koha do e tregojë. Është një shqetësim që nuk e ndjej sot nga ana juaj. Është një shqetësim që më është bërë prezent edhe gjatë takimeve që unë kam marrë në luftën kundër sensibilizimit kundër kultivimit të bimëve narkotike. Është një shqetësim që më është bërë prezent edhe në takimin që kam pas me stafin pedagogjik të shkollës mesme Puk. Ne jemi në kuadrin e informacionit, kemi ndërtuar një strategji dhe shpejti besoj dhe shpresoj që do të godasim këtë grup njerëzish të cilët shpërndajnë droga të lloji kanabis, se kjo është aty, për përdorim të brendshëm, për përdorim të fëmijëve të nxënësve apo pjesës tjetër të moshave të reja të cilët janë në qytetin e Pukës dhe të fusharësit. Besoj dhe shpresoj që shumë shpejt do t'u themi qytetarëve të Pukës që e goditme këtë fenomen i cili u bë gangren dhe ose mund të ishte bërë edhe më i rrezikshëm për qytetin e Pukës, po edhe të fusharësit. Pasi i njëjti shqetësim më vjen edhe nga fusharësi, i njëjti shqetësim më vjen edhe nga pjesa nga shkollat e mesme të Gjelgjën, pasi ka dhënë simptomat e para aty, jo në mënyrë masive, dhe në ata për masa që mund të ketë në farë mënyrë në qytetin e Pukës, por gjithsesi shenja ka edhe në shkollat e mesme të Gjelgjënit. Realiteti është ai që në të vërtetë në këtë qytet, por edhe në këtë rreth,
kryesisht në qytetit Puk dhe Fusharës, jo vetëm që ka shpërndarës, por ka edhe përdorues të drogave. Një gjë e tillë bëhet e ditur edhe nga seksioni i promocionit në drejtorinë e shëndetit publik këtu në rrethin e Pukës, i cili ka trajtuar dhe ka ndihmuar shumë raste të personave të cilët kanë marrë drogë, por më pas fal punës së specialistëve të këtij sektori, ata janë rehabilituar duke u shkëputur një herë mirë nga droga. Por, çfarë thënë specialistët e promocionit këtu në rrethin e Pukës? Të ngjitemi dhe t'i pyesim. Ju si zyre promocionit pranë drejtorisë së shëndetit publik keni patur raste të tilla dhe si është punuar me ta? Stafi i zyrës së promocionit ka pas raste dhe ka komunikuar direkt me persona që kanë marrë këtë lëndë narkotike, e cila dihet që është shumë problematike, si për komunitetin, edhe për familjen, edhe për mjedisin ku jeton. Dhe kryesisht kena pas të rinia, nuk janë kap në faza shumë të shpejta, domethënë shumë afër, domethënë para se tajt personit të kalojnë mbi overdose. Në qoftë një person kalon mbi overdose, atëherë problemi është shumë më i madh, sepse ai person duhet që të shkohet në qendra rehabilitimi, të marrë mjekimin, i cili është metadoli, i cili kushton shumë dhe ka nevojë aty për një staf më të kualifikuar. Cilët janë raste që vinë realisht në zonës të shkollave të mesme, nëntëvjeçare? Raste janë, domethënë të shkollave nëntëvjeçare dhe të shkollës së mesme, por duke përfshirë edhe konektorët. Por këtu ka raste kur i kena kap kanë tentu mas me dhënë atë që kanë marrë drogë, por kanë pi pije alkolike. Dhe domethënë shenjat që janë për pasojat e drogës janë se mund ta dallojmë në 1%. Ai ka një shtrembullim të ekuilibrit, syti ka të skuqur, ka pushra në fytyrë, ka rënje peshe dhe duke u bazuar në këto ne identifikojmë dhe bëjmë kontakte njëri me tjetrin, domethënë jo publike, në mënyrë intime, në mënyrë fshet, që mos të identifikohet. Në fund, të gjithë lëshojmë apelin pasi e dim dëmin që i kanoset shoqërisë, duke shpresuar që drogat që shpërndahen në Pukë të mos marrin formasa të frikshme, ndonse askush nuk e mohon, sa ajo tashmë është një kërcëni. Kam besim tek masat e marra që të ngjiret diçka që nuk do të krijojë probleme dhe precedent në rrethin e Pukës dhe shpresoj dhe besoj dhe me gjithë forcën time bashkë me kolegët e mi do të punojmë fort që ky problem të mos jetë në shkollat e rrethit Pukës dhe për të rinjtë e rrethit Pukës. As një nxënës, as një fëmijë, po as një ri mos përdorin drogën, duke pas parasysh pasojat që kanë shëndetin e secilit. Rrugëzgjidhja më e mirë nuk gjendet tek drogat apo tek veset e ndryshme. Jeta është shumë e bukur dhe besoj se ka gjëra mjaft bukura për të bërë në vend të përdorimit drogës. Droga shkatron, merr një jetë, jeta është mjaft e gjatë dhe e bukur për të jetuar dhe ka mjaft gjëra të tjera për të bërë përveç se të merresh me drogë. Unë me këtë rast do t'i bëj thirrje të gjithë popullit Pukës, nëse ka një person familje që din që e kanë përdoruar drogë, mos thonë që është fundi i botës, por të kujdesen dhe të mundohen të rehabilitojnë, të kthehen në jetën e përditshme. Domethënë duke i inkuaruar atë, duke sensibilizuar atë, duke i dhënë disa këshilla që janë shumë të rëndësishme për shëndetin e tij dhe për familjen. Mos harrojnë që ato i ditë që e përdorin këtë do të përgjigjen penalisht. Do të përgjigjen dhe do të jem shumë korrekt në zbatimin e ligjit për sa i përket procedurës për dokumentimin dhe provimin për ta provuar vërejtërinë kriminale që kryen ato. Duke ditë edhe problemet sociale që ka Shqipëria, por edhe rastin konkret sidomos Puka, vend në presion psikologjik, qoftë shëndetësor, qoftë edhe shpirtëror, familje. Droga është pikërisht një ikje prej realitetit, duke krijuar një botë artificial me mbështetje ndoshta e shoqërisë, por ku njeriu në fundin ngel vetëm. E pranojmë apo jo, edhe ne pukianët jemi në kërcënimin e drogës.